sot është një ditë e dhimbshme për futbollin shqiptar, pasi ka humbur një nga ikonat, një nga kolosët e futbollit shqiptar, ka humbur një trajner, një edukator, një prind, një bashkëpunëtor, një mik të devotshëm, që gjithë jetën e tij përkushtoi futbollit me seriozitetin e teskajshëm që kishte ai për futbollin. Virtyt që besoj do t'ia lëri shumë brezave të mëvonshëm dhe do ta kujtojmë me nostalgji. Në punën e tij është karakterizuar nga serioziteti i teskajshëm, siç e thash. Dhe du ta përdor këtë fjalën teskajshëm sepse ka qenë për mua dhe mendoj për gjithë opinionin sportiv, ka qenë nga njerëzit më serioz në punë. I paruar qoftë kujtimi i tij.